Përshëndetje të nderuar shikues, për i takojemi përsëri me gjurmët edhe sot si çdo ditë për të ndalur sot tek një temë që është mjaft delikate. Teksa po shihja lajmet këto ditë në rrjetet sociale, më doli një njoftim nga sektori i punëve të brendshme në Tetov, ku në një cikël 24 orësh janë raportuar 3 raste të dhunës në familje. Ky cikël 24 orësh është një periudhë relativisht e shkurtër për të raportuar të tilla raste mjaft të dëmshme, do të kisha thënë. Andaj më ngacmoi si temë për të cilën s'mund të them se nuk është diskutuar në publik, për shkak se shohim vazhdimisht në rrjete sociale, në për media, por edhe në përmjet organizatave të ndryshme që mundohen që të ngrisin vetëdijen tek njerëzit për të ndalur këto fenomene të dëmshme. Por realiteti fatkeqësisht mbetet i njëjtë, mos të them edhe më i keq, sidomos gjatë periudhave të fundit, ku shihet një rritje alarmante e rasteve të dhunës në familje, kryesisht në vendin tonë. Pse ndodhin këto raste? Pse vazhdimisht ndodhin sidomos tek gratë që shohin që janë viktimat dhe dhunuesit vazhdojnë të mbesin burrat? A është problemi tek mënyra se si neve jemi të strukturuar si shoqëri, tek mentaliteti jonë, tek mendësia, apo tek hendeku institucional? Përderisa faji sorollatet prej shoqërisë tonë deri tek institucionet adekuate, përsëri një gjë mbetet e sigurt, dhuna në familje vazhdon të mbetet një fenomen i ri përsëritshëm në shoqërinë tonë. Mentaliteti nuk ndryshohet për një ditë, na ngelet neve në dorë një punë mjaft e madhe, për të cilën nevojitet ndryshim mentaliteti, mendësia që e kemi të ndjellur tek ne brez pas breze. Sa raste ekzistojnë përderisa raportohet në një cikël 24 orësh për të tilla vetëm 3, e sa të tjera janë që nuk guxojnë të denoncojnë. Neve do të komentojmë sot gjëra gjatë, do të shohim edhe statistikat, sa ka ndodhur ndër vite ky fenomen, por edhe do të dalim edhe jashtë kornizave ligjore dhe numrave dhe do të shtrojmë këtë temë në një rrafsh social. Për të diskutuar sot me mua kam bashkëbiseduesen time, sociologen Besime Lutfi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën Lisa, kënaqësia është e imja. Patjetër. Do të flasim sot gjëra gjatë për të sjellur këtë fenomen deri tek ju, mirë po para se të sjellim deri tek ju një material që njofton mbi shifrat edhe ndryshimet ligjore që kanë ndodhur ndër vite, unë dua të marr mendimin tënd, Besime. 3 raste të raportuara të dhunës brenda 24 orëve. Si e komenton këtë fenomen? Kjo është një rritje alarmante, apo të themi edhe një pjesë sëmundje e shoqërisë. Kjo është një krim që i bëhet institucionit familje, që ne e njohim atë si institucioni themelor i shoqërisë, e cila është familja. Është mirë që ne sot e bisedojmë këtë temë kaq të dhimbshme, edhe të flitet sa më shumë, që të përhapet sa më shumë, në një farë forme të arrihet një farë vetëdijsimi, sa do pak të kemi edhe një prekje në shoqëri. Kur ne e dëgjojmë fjalën familje, neve menjëherë në shkon në mendje fjala dashuri, mbrojtje, siguri. Mirë po për dikën fjala familje është e barazvlefshme me frikë, dhimbje dhe terror. Pra, ta kuptojmë fillimisht, në rast se ka ndonjë person i cili e mendon dhunën në familje, e mendon vetëm pjesë përplasje fizike. Ajo nuk është vetëm përplasje fizike. Kemi të bëjmë me dhunë psiqike, dhunë fizike, edhe dhunë teknologjike kohën e fundit. Dhuna psiqike është dhunë e cila mund të bëhet verbalisht, me fjalë, të nënvlerëson, të bërtet, është dhunë e cila vazhdimisht ndodh verbalisht, të izolon nga të tjerët. Ndërsa dhuna fizike është çdo dhunë e cila synohet dhunë fizike, trupi i një personi apo individi, ndërsa edhe dhuna teknologjike, kohëve të fundit është një dhunë e cila është një përndjekje elektronike apo përndjekje në rrjetet sociale. Kjo dhunë a justifikohet në shoqërinë e cila bëhet këtu tek ne më. Ne mundohemi që ta gjejmë gjenezën, se ku e ka kjo dhunë gjenezën, prej nga vijnë, cilët janë faktorët të cilët ndikojnë tek dhuna në familje. Gjeneza është edhe ajo tradicionalisht, kur ne jemi si familjet tona kanë kaluar një pjesë tranzicionale, pra të themi janë mësuar të gjithë njerëzit, gruaja ka ndëjtur në shtëpi, është kujdesur për fëmijët, është kujdesur për ambientin shtëpiak, ndërsa burri gjithmonë ka qenë në punë dhe i ka siguruar të mirat apo mjetet materiale. Mirë po tani më secila ka filluar një evaluimi menjëhershëm, ku familja nuk ka mundur ta pranojë këtë ndryshim. Edhe gratë kanë filluar me të madhe të hinë në punë, të studiojnë, dhe këto ndryshime sjellin disa pjesë të cilat janë të papranueshme për shoqërinë. Faktorët ekonomik është një ndër ato ku
nuk mund të themi se vetëm në familjet e varfra ka dhunë, por ka edhe në ato shumë të pasura. Po është një pjesë që ndikon në pjesën e përhapjes së dhunës, patjetër edhe aspekti ekonomik. Patjetër, është burimi, aspekti ekonomik është burimi të themi i ngacmimeve apo i pjesëve të cilat ti nga pamundësia për t'i plotësuar kushte, nga pamundësia për t'u afruar familjarëve apo të shtëpisë, e ke si detyrim tëndin, atëherë shfaqet dhe agresivitet edhe dhunë. Me fjalën dhunë kuptohet cënimi i integritetit moral, social, ekonomik dhe fizik i çdo individi ndërmjet bashkëshortëve, ish bashkëshortëve, bashkjetuesve, ish bashkjetuesve, vëllezërve, motrave, prindërve, gjyshërve, gjysheve. Pra i gjithë ky është një cikël i cili realizohet ku më së pakti nëse 3 muajt e fundit ke bashkjetuar në një kulm me dikën dhe shfaqet, atëherë quhet dhunë familjare. Të gjitha këto janë shumë të vërteta këto që i thej, dhe këto shifra alarmante për të cilat neve diskutojmë janë patjetër që nuk duhet të ngelen vetëm në letër apo të jenë tema ditore si kjo që e flasim neve sot, por duhet që të përçojmë një mesazh deri tek publiku që raste të tilla duhet patjetër frenuar. Dua të ndalemi të rikthehemi realisht përsëri shkaqeve kryesore që çojnë deri tek dhuna familjare. Përmendëm faktorin ekonomik, çka tjetër është? Ishte faktori social, ndikimi i strukturave të cilat e prishin atë balansin ndërmjet shoqërisë, është edhe faktorin ekonomik e përmendëm. Tjetër faktorin, ka shumë faktor, edhe mund të përmendim edhe faktorët e përdorimit të narkotikëve. Faktor tjetër është shëndeti mendor, pra një person i cili ka prirja psiqike apo ka ndonjë anomali psiqike, atëherë ai është i gatshëm që të shfaqë dhunë apo të bëhet një agresor i cili më së shpeshti është në kontakt më të madh me familjen e tij dhe aty ai i shfaq ato problemet e tij. Dua të di, pse shpesh herë shoqëria jonë priret të konsiderojë dhunën si një çështje private familjare dhe jo si një problem shoqëror, për shkak se dëgjojmë vazhdimisht kur e dim që në një familje ekziston dhuna familjare, më mirë mos të përzihemi, më mirë mos t'i tregojmë askujt, është diçka private në mes tyre. Pse konsiderojmë kështu? E shumë mirë që e ke këtë, se shumë njerëz e kanë ende mendojnë se ajo është punë shtëpisë tonë, ta themi në fjalë më të thjeshta, apo si çështje private. Mirë po edhe kur ka pasur ndonjë denoncues, ka thënë se pasi e ka marrë dënimin, ka thënë unë nuk e kam ditë se është diçka që duhet të dënohet, kam menduar se është diçka që i takon shtëpisë tonë. Mirë po kjo nuk është pjesë e cila i takon shtëpisë tonë, sepse njeriu ka të bëjë me marrëdhënie me shoqërinë edhe është një barë e cila i lëhet shoqërisë. Kjo mendohet të themi në atë tradicionale apo tonën, e mendojnë se burri që ushtron dhunë është i mirë, pra ato i disiplinon familjare, do me thënë ua rregullon sjelljen, pra është mirë që në farforme të kenë frikë familjarët nga ai, sepse nga familja patriarkale ai gjithmonë dominon dhe mundohet që ta ruajë autoritetin që ai e ka. Ndërsa të ndikojmë ne tek të tjerët, duket si e papërshtatshme dhe marrim një përgjigje se nuk ka çfarë ju hin në punë juve se çfarë bëjmë ne në shtëpinë tonë. Mirë po kjo nuk ndodh vetëm nga jashtë me ato që intervenojnë, bëhet edhe me ata nga brenda, të cilat janë viktima të dhunës, ato shpesh herë mundohen të ruajnë atë fasadën në një familje të mirë, një familje të lumtur, sepse nëse dëgjohet se një familje ka probleme, atëherë ajo nuk është familje e mirë. Ato me njëherë do stigmatizohen nga ajo. Dhe mendimet e shoqërisë se çdo herë faji bie viktimës, asnjëherë nuk është faji tek personi i cili ka dhunuar. Detyrohet të përgjigjet në pyetje çfarë bëre ti që agresori erdhi deri në atë gjendje. Pra çdo herë mundohen ta gjejnë atë se ti ke provokuar që dikush të ka dhunuar. Nuk ka ndodhur ashtu më kot. Patjetër. Pse mendoj e përmendë edhe vetë, dhuna në familje realisht është një kontekst më i gjerë. Mirë po neve sërish kthehemi tek ajo se viktima mbetet grua, dhunuesi është burri. Për shkak se shumica e rasteve ne ka dëshmuar këtë. Çfarë roli luan ajo që përmendëm edhe më herët, kultura patriarkale që neve e kemi dhe stereotipet gjinore në ruajtjen e këtij modeli të dhunës? Ndikon shumë, sidomos familjet tona janë patriarkale dhe
Kjo nuk është se e themi ne, sepse e kemi gujdhën, por është si që ndoqëm kronikën më herët, sepse si pas statistikave, shumica janë gra të dhunuara, ndërsa më pak janë burra. Kjo ndodh sepse gratë mund të themi janë më të dobta dhe janë të detyruara që ta mbajnë të fshehur aktin e dhunues, apo thjesht janë të detyruara të heshtin shkaku i fëmijëve, shkaku se nuk kanë mbështetje, nuk kanë ku të shkojnë, janë të varura ekonomik nga bashkëshorti i tyre dhe kanë frikë sepse çdo herë do të stigmatizohen sepse ti nuk e qenë mirë. Pra ajo është e detyruar ta mbrojë moralin dhe nderin e saj të hesht, të hesht dhunën që i bëhet. Pra nëse ajo dele dhe tregon, ajo shihet si një grua e cila ka bërë diçka dhe burri ka bërë shumë mirë. Vlen të theksohet këtu edhe një rast të cilin babai e kishte vrarë vajzën e tij dhe kur i lexon të gjitha komentet nën të që jepen, i lumt e ka mbrojtur nderin e tij. I lumt që e ka vrarë vajzën e tij sepse e ka mbrojtur nderin, moralin e shtëpisë tij. Pra kjo është një gjë e tmerrshme dhe e frikshme ta lexosh këtë. Ndërsa mund të themi se nuk është kjo në mënyrë pasionante. Pra krijohet një vrasje sepse është krijuar një zënk, ajo pasionante që secili nga nesh e kemi atë 5 minutë ku nuk mund ta kontrollojmë veten gjatë nervozës. Mirëpo kur kjo më bëhet vrasësit e ka menduar 24 orë përpara se si do ta kryej vrasjen, atëherë ajo është diçka e mirë menduar dhe që duhet të dënohet. A e legjitimon ende shoqëria jo në mënyrë të heshtur autoritetin e burrit mbi gruan, për shkak se neve tradicionalisht, siç e përmendë edhe vet, duhet të heshtim, burri ka të drejtën të flet, edhe të dhunoj i jepet mundësia dhe e drejta, edhe shpesh shoh se viktimat as nuk janë të vetëdijshme për dhunën që i bëhet atyre, për shkak se mendojnë se ashtu duhet të jetë, nga ajo që ka dëshmuar edhe vetë historia. Sa e legjitimojmë neve si shoqëri në mënyrë të heshtur, siç e përmendë autoritetin që ka burri ndaj gruas? Është kodi i heshtjes, kjo që njihet, se ajo fillimisht mungon pjesa apo mbrojtja institucionale dhe një sistem më i mirë social të jetë, i cili do t'i dalë në ndihmë, do t'a strehoj dhe do t'a mirëmbaj, apo do të ketë një jetë të mirëqen për atë dhe për fëmijët e saj. Këtu te ne vazhdimisht nëse dhunuesi merret në burg, ai do të qëndrojë disa muaj dhe do të dalë përsëri. Kjo është një gabim ndoshta apo një emet të cilën e kemi ne, sepse ai në burg nuk do të përmirësohet. Ai do të hidhe, do të dalë, nuk ka kushte se si mund ai të riedukohet apo të ripërmirësohet që të krijohen marrëdhënie më të mira ndërmjet njerëzve. Ai duhet që patjetër 48 orë pas reflektimit, pas dhunës së shfaqur, është periudha e reflektimit, ku ai me patjetër duhet të vendosë se çfarë urdhri apo do t'i jepet atij. Ndonjë arrest apo largimin nëse personi dëshiron që të mos afrohet nga personi të cilin e ka dhunuar, të mos i afrohet shtëpisë, të mos i afrohet vendit të punës apo shkollës ku është duke vepruar pranë të gjithë rrethinën e atij personit, vendoset mbrojtje mas që të mos afrohet agresori apo dhunuesi. Kjo ka të bëjë edhe me pjesën se gruaja nuk ka mbështetje këtu. Është një emet e shoqërisë tonë, ku besoj se në të gjithë vendin apo rajonin nuk ka mbështetje. Ajo është nëse del ajo apo divorci shihet si një stigmë shoqërore. Pra gjithçka mund të bëhet vetëm të mos arrihet divorci. Pra do të gjejnë një gjuhë të pajtimit, do gjejnë gjithçka tjetër, sepse divorci tek ne është diçka që është gjëja e fundit. Nuk ndodh asnjëherë. A janë ligjet aktuale të mjaftueshme për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje? Ndoshta kjo pamjaftueshmëri e ligjeve dhe i bëjnë viktimat që të druajnë në vete për të denoncuar rastet e dhunës. Po, kemi kodin penal të Republikës Maqedonisë së Veriut, i cili është një ndër të drejtat themelore për mbrojtjen e çdo individi, dhe me gjykata e jep urdhrin që menjëherë të largohet apo të merret nga policia, mirëpo policia nuk vepron menjëherë. Këtu të ishte dalë, sa janë efikase institucionet tona? Nuk veprohet menjëherë, sepse gjykatësi jep menjëherë urdhrin, mirëpo derisa të arrijë në polici dhe të veprojë, po ashtu edhe punonësi social këtu, nuk është veprimi menjëhershëm, sepse kur arrin denoncimi në polici, menjëherë thirret edhe punonësi social, qendra sociale. Kjo
është ligjërisht është ekziston kodi penal, mirë po sa është efektive që të kryhet ajo, sepse nuk ka strehimore që do të sigurojnë për atë individ njëherë që do të strehojnë. Nuk ka kushte të mjaftueshme. E pam në kronikën se pas shumë raste të denoncimeve vetëm një rast ka marrë një ndihmë prej diku mbi 500 euro. Pra të gjitha rastet të tjera kanë ngelur as me mjete, as me një siguri jetësore apo një mbrojtje të caktuar. Kjo i bën ndoshta edhe viktimat, siç e thash, paraprakisht të druajnë që të denoncojnë dhunuesit e tyre. Si ndikon opinioni publik i shoqërisë tonë, sepse neve kemi tendencën të themi po çfarë do të thonë të tjerët, çfarë do të thotë bota në heqjen e viktimave. Është kryesorja, sepse ne mendojmë atë se çfarë do të thonë njerëzit e tjerë. Asnjëherë nuk e vendosim veten tonë përpara, që të mos heshtim edhe të jemi më të sigurt në vetveten tonë që ne do të mund t'ja dalim. Asnjëherë ajo bëhet se ne do të stigmatizohemi dhe sigurisht mund kjo të bëj edhe me vendbanimin se ku jetojnë njerëzit. Në vendbanimet urbane janë më të prirur për denoncime edhe nuk e kanë atë pjesën ta fshehin anonimitetin. Ndërsa në zonat rurale është gati dhe pothuajse gjëja e fundit që mund të bësh, sepse është fjala se të gjithë njohin të gjithë. Dhe ti do të denoncosh, atëherë është ajo pjesë që njerëzit do të tallen, do jesh thjesht një ngjarje qesharake. Ndërsa edhe për këto raste, policia shpesh nuk e merr çështjet familjare, nuk i merr edhe aq serioze, sepse vendoset se do të gjendet një zgjidhje dhe do të pajtohen sërish palët, derisa të mos ketë raste që janë më të vërtet të rënda apo kritike që arrin deri në vrasje. Që sipas me është gabimi më i madh për shkak sepse duhet të presësh që ndoshta do të funksionojë dhe ndoshta do të bëhet më mirë, përderisa ka dhunë mes një çifti edhe problemet më vetë se do të vazhdojnë dhe do të jenë më të mëdha, sepse shohim që ose kemi viktima që humbin jetën çdo ditë, ose kemi raste të viktimave tjera që çdo ditë frymojnë me atë që ndoshta do të bëhet më mirë, ndoshta do të bëhet më mirë për fëmijët, edhe duhet të ndajnë një stëkunatën me dhunuesit e tyre. Dua të di, sa ka ndryshuar qëndrimi i shoqërisë ndaj viktimave të dhunës përgjatë viteve? A është situata më mirë tash se ç'ka qenë? Qëndrimi ka ndryshuar dhe mendoj se është shumë më mirë se prej viteve të mëhershme, edhe pse rastet janë edhe më të mëdha, mirë po edhe intervenimi i njerëzve është shumë më i madh, sepse asnjë rast të them është një fjalë që thonë familjet e lumtura të gjitha janë të njëjta, mirë po familjet e palumtura janë të gjitha të ndryshme nga njëra tjetra. Dhe këtu ne shohim se tek familjet të cilat i kanë problemet e tyre, ato vazhdimisht ndjekin atë presionin e shoqërisë. Se çfarë do të bëhet? E cekëm ne tek pjesa rurale dhe urbane. Tek pjesa rurale nuk mund nëse një grua dhunohet, nuk e ka të afërm stacionin ku do të denoncot. Nuk e ka të afër me të gjitha shërbimet tjera që do t'i bëhen, ndërsa në pjesën urbane e ka shumë më të lehtë që të shkojë dhe mund të jetë të themi më e zoja e vetes. Tek këto ndryshime që çfarë do thonë njerëzit tjerë se mua më ka ndodhur dhuna. Kjo është ajo pjesa që neve vazhdimisht na ndikon tek ne. Mos themi për raste të cilat falen, pas dhunës së ndryshme, pra u bëhen disa dhurata, u bëhen disa premtime të rreshme që asnjëherë nuk do ta bëjmë, të themi një mashtrim manipulim i ëmbël i cili i bëhet dhe gruaja vendos që thotë po për hir të fëmijëve, ose ndoshta është ajo pjesa e shpresës që ndoshta ka ndryshuar dhe nuk do e përsërit më. Nuk e di sa mund të themi se nëse një herë e bën, ka mundësi që asnjëherë mos e bëj më. Ndërsa nëse e bën 2 herë, atëherë ajo bëhet deri në pafundësi. Atëherë pse nëse ka ndryshuar qëndrimi i shoqërisë tonë në dallimet e kaluarën, pse na paraqiten më shumë raste të dhunës kohës së fundit sidomos? A është kjo për shkak se më herët ka ndodhur më shumë raste por nuk janë denoncuar, apo përsëri vazhdon i njëjti avazi i dhunës? Edhe më herët ka ndodhur më shumë raste, mirë po nuk janë denoncuar. Kohëve të fundit kanë shumë qasje në për rrjetet sociale dhe ti moment për moment ti thirr apo incizon e tregon se çfarë të ka ndodhur. Më herët nuk ka pasur rrjete sociale dhe
ka ndodhur çfarë ka ndodhur brenda shtëpisë apo nën kulmin e një shtëpie, ajo ka qenë nuk e ka marrë vesh edhe askush. Sepse kjo ndodh vetëm tek njerëzit të cilët nuk e kanë arritur atë pjesën e edukimit të marrëdhënieve të shëndoshë shoqërore. Pra kjo sot vazhdimisht gjeneratat e reja edukohen, arsimohen dhe e din se nuk duhet të hesh drejt padrejtësive. Nëse ne gjeneratat e reja e shohim se ndodh me sy ton ka shkaqe të dhunës, ne e denoncojmë, nuk kemi frikë sepse nuk e shohim të mirë. Mirë po më herët ajo ka qenë gati se të thuash e pamundshme. Gruaja nuk ka mund ku do të kthehet më prej shtëpisë ku është e martuar. Ku do të shkojë, ka pasur të pamundur. Edhe është mësuar në jetën e saj që këto gjëra janë normale. Ashtu i ka, martesa i ka ato gjëra si normale. Ti sheh dhunë, burri shfaq forcën, ajo është gjë e cila mund të themi një ngjyrim i syve se ajo është normale. Kjo është problemi më i madh se njerëzit nuk ka qenë as koshient për dhunën që i është bërë. Dua të ndalem pak tek roli i familjes si institucion social, për shkak se dim se çdo gjë fillon prej te familja. Çfarë roli ka familja në këtë pjesë dhe a duhet të fillojë mësimi për barazi dhe respekt qysh në moshë të vogël tek fëmijët, që t'ju mësohet atyre se nesër do të krijojnë familje dhe si duhet të reagojnë në këto situata? Familja është institucioni themelor apo është baza, themeli i formimit çdo shoqërie. Me këtë rast, nëse një familje ka dhunë, atëherë ajo është një barë për shoqërinë dhe nuk është as pak një e mirë e shoqërisë. Kjo ka të bëjë sepse familja përveç që ofron një ambient të mirë për jetesë, është familja e cila të bën të ndihesh mirë, është mbrojtja jote që të siguron një jetë më të mirëfillt apo më të mirëqen. Pasqyrimi i çdo gjëje bëhet tek familja. Pra si e shohin familjarët se kanë vepruar gjatë jetës së tyre, e njëjta shfaqet edhe brez pas brezi. Pra në familje të cilat mund të ketë dhunë, e njëjta do të ndodhë edhe me fëmijët e tyre. Kjo është një probabilitet shumë i madh që sepse atyre ajo gjë u duket normale. Ashtu ka vepruar në atë ambient janë rritur. Gjyshërit e tyre ashtu kanë vepruar, prindërit, vëllezërit, motrat, ato do të edukohen në atë mënyrë, sa që nuk do të shfaqin atë vetëm në familjet e tyre. Do të shfaqin edhe në për shkollat, në për klasat, një varg apo një brez i cili do të ndjek ato gjatë gjithë jetës së tyre. Aty bëhet formimi i karakterit, bëhet gjithçka formimi i personalitetit, pra prej njeriu kur fillon të di, është në ambientin familjar. Dhe gjithë ajo ngelet, mund të themi, një shembull apo një traumë gjithjetësor për individët që jetojnë në atë familje. Dhuna në familje si viktima, deri tash e folëm se si rastet na kanë dëshmuar se viktima ka qenë gjithmonë gruaja, dhunuesi ka qenë burri, po në këtë mes ajo që pëson më së shumti sipas meje mbetet fëmia. Për shkak se është pjesa e atij ambienti edhe nuk ka zgjedhur të jetë, edhe është personi që pëson më së shumti. Çfarë ndikimi ka dhuna familjare pikërisht tek fëmijët që në moshë të vogël ende nuk janë të zhvilluar edhe shohin para tyre diçka që ju bëhet normale dhe e përditshme? Është ndikimi më i madh që mund të ekzistojë tek një fëmijë. Ajo është që i gjithë personaliteti i tij varet prej saj. Ajo çka do të ndodhë me atë fëmijë mund të ketë shkaqe dhe pasoja shumë të rënda të cilat do të ndjekin atë gjatë gjithë jetës. Do të jetë në ankth të vazhdueshëm, do të ketë depresion, do të jetë në sindromën post-traumatike do të ketë pamundësi në zhvillimin akademik, në nxënje, pamundësi për shprehje emocionale, pamundësi që të socializohet, të jetoj jetën normale si të gjithë personat e tjerë. Pra janë ato trauma të cilat do të ngelin vazhdimisht në mendjen e tij, po edhe në subkushiencën e tij, pra në pjesën e pavetëdijshme të tij. Edhe në raste që nuk mund të manifestohen ato, sepse vazhdimisht prindërit e mendojnë atë, prindërit apo të tjerët se ai fëmijë është, nuk ndjen, nuk din dhe ose do ta haroj sepse është fëmijë. Asnjëherë ajo nuk harrohet. Ajo nguditet në tru, në pjesën e vetëdijshme apo në pjesën e pavetëdijshme tonën, ku
Pas disa vitesh jetësore, ato do të fillojnë të shfaqin ato simptomat e para të cilat kanë ndodhur. Ato mund të jenë, nuk mund të jenë që ai mund të jetë dhunues, mund të jetë të shfaqur Afrika, është një person i cili frikëzohet shumë, mund të jetë një person i cili vazhdimisht mendon se do të ndodhë ndonjë gjë e keqe, i ik krijimit të familjes, sepse do të ndodhë nuk e pret atë edhe prej personave tjerë se do të kthehen kundrejt tij. I ik obligimeve, i ik pjesëve sociale, nuk afrohet me njerëzit e tjerë, pra ka ndikime shumë të mëdha psiqike. Këtu vlen të theksohet, mos harrojmë të përmendim sepse është edhe dhuna ndaj burrave. Këtu e kemi me që i përmendëm të gjithë në këtë kategori dhe jemi afër muajit nëntor, vlen të përmendet edhe 25 nëntori, dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave. 20 nëntori është dita botërore e të drejtave të fëmijës dhe 19 nëntori është dita e djemve dhe burrave. Pra këto të gjitha janë një ditë ku ne nuk duhet të veprojmë vetëm një ditë në vit. Është një, si sociolog mund të themi, sepse puna jonë është e pandërprerë dhe e vazhdueshme, mirë po këto janë si një fener i cili ndizet ndonjëherë në mënyrë që të jep dritë për një diçka të caktuar dhe të kthehet vëmendja tek ajo, që të mos harrohet ndër vite. Burrat gjithashtu janë pjesë e dhunës dhe ato e kanë ende më të vështirë ta shfaqin për shkak të personalitetit dhe autoritetit që ato e kanë. Pra ndjehet ende më të rëndë tek ato që ta tregoj. Asaj që shoqëria i ka bërë që të jenë burra dhe mos të shfaqin emocione më shumë. Si do të dalaj dhe të tregoj se për shembull ka pasur dhunë familjare nga gruaja apo nga të tjerët. Pra është e pamundshme për të. Te ne shumë raste të ralla janë që burrat të denoncojnë dhunën familjare që u bëhet. Por kjo nuk do të thotë që nuk ekziston, patjetër. Dua të di, për shkak se siç e përmendë edhe vet, ekzistojnë disa ditë që llogariten si ditë vetësimi, ndoshta për kundër dhunës. Por këto tema sigurisht nuk duhet të ngelen vetëm tema të përditshme edhe diçka që për të cilat flitet një ditë edhe harrohen më pas, ose sidomos kur shohim raste që ndodhin në përditshmërinë tonë, i shohim një ditë, ndjehemi keq një ditë edhe nuk e komentojmë më. Si mund të arrijmë që të krijojmë një shoqëri që merr hapa dhe jo që ka kulturë reagimi dhe jo të qëndrojë indiferente ndaj këtyre rasteve? Veprimi jonë mund të jetë në për shumë segmente. Një ndërveprim apo të themi një ndërgjegjësim individual, ku ne mund të bëjmë më shumë fushata, të bëjmë më shumë ndikime në rrjetet sociale, të bëjmë fushata të ndryshme në për mediume, të ndajmë fleta, të marrim pjesë në për emisione, të bëhet sa më shumë e zëshme kjo dhe të dihet që njerëzit mos të bien pre e kodit të heshtjes që është krijuar nga shoqëria jonë. Tjetër mund të bëjmë edhe ngritjen individuale të ndonjë personi me të cilin mund të ndërveprojmë. Pra të jemi direkt në kontakt me dikën i cili ka qenë pre e dhunës në familje. Pra të ndihmohet një farë këshillimi që mund të bëhet psikologjik. Ne të gjithë si sociolog duhet të ndërveprojmë edhe me disiplinat e tjera. Të kemë me psikolog, me avokat, me jurist, të gjithë të krijohet një farë ambienti më i sigurt edhe të kuptohet në mbar shoqërinë se ka dikush apo ekziston një farë mënyre që mund t'i mbrojë ato apo t'u jap të drejtë atyre, sepse jo të mendojnë se çfarë do të bëj unë nëse denoncoj apo e ngrej zërin tim të tregoj për diçka, kur askush as do të më besoj, as do të më merr në dorë, është humbur besimi të institucionet shtetërore, të institucionet mund të themi sociale. Kjo është më tepër edhe ne si sociolog nuk duhet të merremi vetëm me se cilat kanë qenë shkaqe dhe të studiojmë këto fenomene. Ne duhet të gjejmë mekanizmat se çfarë e shpihen, cilat mekanizma e bëjnë dhunën të vazhdueshme. Pra të jetë e vazhdueshme, jo të ndalohet deri diku. Duhet të gjejmë edhe sistematizimin e shkaqeve që e bëjnë dhunën dhe jo vetëm të merremi me simptomat. Sepse ne jemi të prirur të merremi me simptomat e diçkaje, nuk jemi të prirur ta parandalojmë atë. Të gjejmë mënyra si ta parandalojmë mos vije deri tek puna e dhunës. Të bëhet edhe një ndërgjegjësim i kulturës që dhuna të mos tolerohet më, deri diku dhe mos tolerohet.
Kjo bëhet edhe ndryshimi i kulturës që vazhdimisht me njerëzit duhet të ngritet vetdia, të bëhet edukimi. Tek ne në shkolla mungon edukimi i nxënësve prej të vegjële deri të rritën e një masë madhore, se si janë rolet apo marrëdhënia ndërmjet njerëzve, ndërmjet shoqërore. Kjo duhet të jetë pika fillestare prej në vegjëli, si duhet të sillemi ne me tjetrin, të jetë të kurrikulat e arsimit të futet kjo, të jetë edhe pastaj në pjesët në ciklet më madhore të studimeve. Cilat janë disa prej pasojave afatgjate, do të kisha thënë edhe në rafsh individual, po edhe një rafsh më të gjerë social që vinë si shkak i dhunës familjare? Pasojat individuale i kemi nga ato më të thjeshta që janë pasoja fizike, si shkak i ndonjë rrahjeje, mund të ketë dëmtime të organeve, dëmtime të gjymtyreve, të lloj-llojshme pasojat të cilat mund të paralizë totale si shkak i rrahjeve, por edhe pasojat psiqike që ai person më nuk mund ta jetojë jetën normale si të gjithë njerëzit e tjerë, pra pa shkaqe të cilat e pengojnë atë të funksionojë normalisht. Atëherë menjëherë ka të bëjë me ndonjë shqetësim psiqik. Pasojat i përmendëm janë ankthi, depresioni, stigmatizimi shoqëror, largimi nga shoqëria, vetizolimi, mos arritja që të ngrihet në mënyrë akademike, mos pranimi nga njerëzit e tjerë, sepse edhe njerëzit ndonjëherë stigmatizohen apo paragjikohen. Secili rast është rast i veçantë dhe ne nuk e dim se çfarë ka të bëjë, nuk duhet të gënjehemi edhe nga lotët apo nga mënyra se si shfaqen ato. Pra duhet të ofrohet një vesh dëgjues edhe një veprim mos gjykues. Patjetër, edhe ajo që e përmendët, dhuna fizike është diçka që përsëritet më shumë edhe e kemi më të parë, ndërsa në anën tjetër dhuna psiqike dhe ajo seksuale është diçka që ndodh vazhdimisht, mirë po për të cilën diskutohet pak më pak. Pavarësisht tendencave tona për t'u emancipuar si një shoqëri bashkëkohore që neve tentojmë të kemi, a mund të konsiderohet kjo që po na ndodh neve tani si një krizë morale dhe një krizë sociale? Dhuna, rastet e dhunës të përsëritshme i kthehen pra pasaj që tash në fillim 3 raste të denoncuara në një cikël 24 orësh që është diçka shumë e dhimbshme për shoqërinë tonë. A jemi në një krizë? Jemi në një krizë shoqërore dhe morale. Kjo është një, të themi, sëmundje e shoqërisë dhe atë një sëmundje kritike e cila i bëhet shoqërisë dhe institucionit familjar, sepse këtu nuk mund të themi se bëhet vetëm ndaj burrit dhe gruas, këto janë rastet më të shpeshta, tu bëhet edhe ndaj më pleqve. Shkaket, mund t'i cekim shkaqet janë marrja e të hollave. Pra zakonisht unë i shoh disa shkaqe se bëhen për marrjen e të hollave të pensioneve. U bëhet presion, e gjitha kjo është presion i cili u bëhet pleqve në mënyrë që t'i arrin ato që i dëshiron. U bëhet fëmijëve, mundohen të përfitojnë prej fëmijëve, të shfrytëzojnë fëmijët, nëse ai me dhunë e detyron të punojë. Me dhunë ose thjesht i pengon dhe shfaq dhunë në të. Bëhet dhunë verbale, dhunë psiqike dhe ndonjëherë dhuna verbale është më e rëndë se ajo psiqike. Dhuna psiqike është më e rëndë se ajo fizike. Krizë është një krizë tepër e madhe ku për 24 orë ka pasur denoncime, është sidomos me rritjen e qasjes që të mund të denoncojnë. Kanë fituar njerëzit besim në për gazetarët, në për institucionet televizive, më shumë se sa në institucionet e punëve të brendshme apo të policore. Pra e gjithë ndihmën e tyre kanë, mendojnë se do të raportojnë dhe do të krijojnë një farë ndihme dhe do të kuptojnë njerëzit se ato me të vërtet nuk i kanë fajt, janë të mirë, apo nga paragjykimi njerëzor apo nga mbrojtja e tyre do të arrijnë të përfitojnë diçka, pra do të ndjehen më mirë. Më vjen shumë mirë që i përmendet të gjitha këto raste të tjera, për shkak se neve jemi mësuar të shohim atë dhunën në mes çifteve, më pas ndikimin që ka tek fëmijët, mirë po dhuna fatkeqësisht mund të merret dhe dimensione më të mëdha. Kaq na premtoi koha për bisedën tonë, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Kënaqësia është e imja gjithmonë. Faleminderit.